Ortodoksët, katolikët dhe protestantët festuan dje Pashkën, ringjalljen e Jezus Krishtit. Besimtarët ortodoks kremtuan festën e Pashkëve në kishën e Shën Gjergjit dhe Shën e Premte në drejtimin e Atgorit, kurse besimtarët katolik në kishën e Shenjtëve Pali dhe Pjetri në drejtimin e Don Pavlit. Kjo ditë festive u shoqërua me vezën e kuqe që është karakteristike e kësaj feste, me urimin e besimtarëve për njëri tjetrin për shpresë e dashuri, tingujt e këmbanave, me qërinj të ndezur për veten, familjen dhe për lutjet e ndryshme të besimtarëve. Në të dyja kishat u dha mesazhi se ringjallja është një moment reflektimi shpirtëror dhe ripërtëritje vlerave të besimit, mirësisë dhe mëshirës. Krishti u ngjall. Ky është mesazhi i mbar botës së krishterë sot. Zoti fitoi, triumfoi mbi vdekjen. Këtë mesazh, këtë urim ja përcjell të gjithë besimtarëve të qytetit të Lushnjës, të krishterë dhe vetëm, Pashkë të gëzuar dhe Zoti qoftë me ata gjithmonë. Zoti t'i bekoj dhe t'i shitëroj edhe t'i drejtoj ata drejt shpëtimit. Gëzuar nga mot edhe Zoti qoftë gjithmonë pranë jush. Ditën e parë të javës në mëngjes, ende e pa dalë drita, erdhi Maria Magdalene te varri dhe pa se guri ishte hequr prej varrit. Atëherë erdhi me vrap të Simon Pietri dhe të ka nxënësi tjetër, të cilin Jezusi e donte dhe u tha: "E kanë marrë zotërinë prej varrit, e nuk dim se ku e kanë vënë." Atëherë dolën Pietri dhe nxënësi tjetër, e u nisën drejt varrit. Vraponin të dy bashkë, por ai nxënësi tjetër ja kaloi Pietrit dhe arriti i pari te varri.